mirë se erdhe. Mirë gjitha. Faleminderit për kohën. Hajde, rehatohemi. Ky është vendi për ty. Faleminderit. Prej punës direkt tek ne, a? Po shihet. Rehatoju tutem. Faleminderit shumë që gjete kohë. Të premtave ose kështu nga fundi i javës, e kem atlet në u shkput prej punëve? Apo janë për herë njëjtë, si e hanë si? Na është gjithmonë, është një puna pa rregulla. Punojmë ka njëherë edhe vikendeve, punojmë edhe për vitin e ri, punojmë Ramazanit, Bajramit, po varet që krejt nga ditën që na pret nesër. Pra nuk ndodhë që ta fikësh telefonin në njëherë dhe ti kushtash gjithë kohën veç vetes? Shumë rrallë ose hiq, pëse qpesh për më thojnë sani duhesh me mësu e ke mush krejt qëtë vite, duhesh me mësu me nda jetën private nga puna. Po mundesh me bua? Jo, impossible. Nuk është e mundshme. Faktikisht, jeta ime është puna ime. E, kuptoj. Edhe jam e knaqën, si do qoftë. Por derisa të përmbusht, edhe pse je gjithë kohës pra e angazhuar, është në rregull, nëse ti aty e gjen vetën më rehat. Një nga postimet e tua të fundit në rrjetet sociale, sugjeroj aty gjithë miqtë tu që të ndjekin aty, që ta pyesim vetëm, a kemi dashur me sinqeritet? Ta kujtova? Kur është hera fundi që ti vetës ja ke bo këtë pyetje? Digja, kur kalon njeri në për shumë sfidat sa është i ri, atëherë fillon edhe me mendu shumë i ri. Çka është esenca e jetës? Edhe po mdoke që unë e moti e kam ditë. Qa po du me bon jetë, por njona prej atyne është definitivisht me dasht vetën. Nëse ti se donë Blerona, jam sigur që rraldi kush ka me dasht. Pra gjithë ka njës nga vetja. Duhesh definitivisht, qka do që njeri bon duhet me njës prej këtujt. Qfar do që vendimin duhet me marë, duhet me njës prej këtujt. A donë me kuptu njerës, ma thuk pucat e tina, mos e këqyr nga këndi tanë, këqyr nga këndi e dikuj tjetër. Po mendoj që nuk gabojmë nëse fillojmë nga këtu, nga vetja. Me që mora shkas prej postimit, postimi vazhdante për pos kësaj pyetje, ishte edhe ajo tjetra, a i keni zgjatë dorën dikujt që ka nevoj. Për sa njën, sa shpesh je gjendur në situata ku ka pas njerës që të janë ofruar edhe të kanë ndihmuar? Sa e ke ndje këtë nevojën? Se gjatë jetës njeri u kalonë për momentet të vështira, momentet dopsi, edhe pa tjetër që afërsia e dikujt edhe prezenca e dikujt ndihmon. Unë mendoj kështu, Blerona. Mendoj që Zoti nuk në lënë kur vetë. Mendoj që edhe une nga eksperienca ime që jam të folë, veç a je e vedishëm me ditë që është qështu. Gjdo njoni prej neve, po nëse unë e foli për sanin, kam pas shumë sfidat një jetë. Edhe asë njëherë se jam met vetë. Edhe kur kthehem, që tash edhe kur jam marrë në Kosovë, se kam njoft njerin gjarë, se kam njoft gjuhë, se kam ditë kërkun. Po du me të kalëzu, takimet e mi atë para janë konë ose të nona Terezi, Busta, ose të Skenderbeu, se kam njoft asë qytetit. Asë orientu. Asë qytetit, se kam njoft. Si e ke përbalu këtë fazë? Sa të vështire ke pas, apo duke qenë natyre tilë, që ke lëvizur e ke shëritur shumë, i merë me sportivitet edhe jallën kohës që ti mësosh edhe qytetet edhe njerëzit e kulturën. Okej, që ta është kalëzoj. Po du me u këty anej, a më ka shtri dikush dorën. Gjithmonë, janë ko njerës që më kanë kuptu. E jemi u konë vetëm me përzgjedh, a besoja nuk e besoj që ty në njerës. A i kam gjithë personin adekvat ajo. A qysh kam kalu në për qëto sfida, ka njëherë u konë shumë qesharake, ka njëherë, kur mendoj në atë kohë su konë qesharake fare, po kam thonë, okej, nuk e vetëmja, kanë kalu njëri në për qka mos, edhe vetë kam kalu, edhe në për luft, kam kalu edhe në për sfidat shëndetësore, kam kalu edhe në një sfit ku kam rrit 3.000 vetë, kam kalu që jam marrë në qytet që nuk e një. Du me të kalëzun, nuk ka sfida nga cilat njeris nuk mundet me dalë. Peh, veç adon edhe punon mjaftush. Ose qëfar duhet bësh për me bind vetën, ose për me qenë në këtë gjendje mentale, që ti thuash vetës çdo sfidë kalohet, sepse e dim që jo çdo kush është i fort me i përballu edhe nga njerë në një sfidë që të vije, shpeshherë vime edhe deri te dorëzimi, se nuk e kemi këtë
këtë vullnetin që po e thua ti, duhet ta besosh që çdo gjë kalon. Dëgjoj zemër, ka pas momente kur edhe une jam rand gujt, kur kam thonë, o zot, dihmo më smuj mu vetë, ose kam thonë, nuk di, qatë natë kam thonë, okej, qysh me vazhdu nesër, po dita e re në faka e re. Duhesh, më digjë, qpesh për më thojnë insani qysh e kemëri. Ekzistojnë x duart, ku duhesh me kërsit. Njerës ku gabojnë, fillojnë dera e parë, e dytë, e tretë, e katërte, edhe dorëzohen. Thojnë jo, do me thonë, nuk e mora përgjigje, nuk e mora mundësi, nuk e mora, edhe dorëzohen. Nuk ka kështu. As nuk mundet kështu. Do me thonë, deri momentin, deri nuk e gjenë derën e duhur, apo përgjigjen e duhur, e jo t'ja është me vazhdu. Dhe kjo është komplet filozofia. Do me thonë, s'kemi na këtu që tash me shpik ujnëzit. Sa herë që edhe puna projekteve që na për momentin jemi të punu, aplikojmë një vend tjetër, në tretin, katërtin, derin kur nuk përfitojmë projekte, edhe nuk vazhdojmë tutje. Ska tjetër recetë. Okej, konsistenca, veç duhet ta besosh edhe mos ndalesh deri sa ta arrish. Dua që sot të flasim pak për krejt këto vitet e jetës tënde dhe eksperiencat prej më të ndryshmeve që ke pas. Çfarë fëmijërie ka pas Sania? Një fëmijëri shumë e bukur, shumë e ndryshe si koha e sodit. Në atë kohë të nas kemi mshel derë me qels, kemi jetu me kojshi, une nuk e kam pas një par prindrit, kam pas x par prindrit, do me thonë krejt kojshia, ishin gjendje, am ka nevojt diçka, a jam rëdzusit mija, apo... Ku e ke kalu fëmirin? Në Malidzin Budv. Në Budva, okej. Edhe kam shit guackat, kam shit gurt vizatume me peshk, kam bo, qka s'kemi bo, kemi knaq me të minë tjert, i kemi pas shoqni me shumë turistat, kam pas fat që kam mujt, pejsa jam kone vogël, me njoftu njerës të krejtë ndryshëm. E kjo u kon një pasuria ime shumë e madhe, pse edhe në përjet mas andim kam jetu edhe në Malizzi, edhe në Kroaci, edhe në Bosne, edhe në Kosovë, edhe në vendet të tjera. Të është një sfidë dhe kur se dini, edhe qpesh po keshi, kur më thët dikush, okej, ka me jetu këtu, ose ka me bo këto, unë e gjithë më thamë, po nëse është e shkrume, se besoj që kërkush prej neve. Nuk e din se ku e qon jeta. Po, definitivisht po, nuk din ku i qon jeta më të mutje. Ama Kosova po mduket që ka rrit shumë ta marrë zemrën, me që janë bo vite që tash më je këtu. Ndjen tamam si tokën tënde, si vendin tënde? Definitivisht po, pse edhe sot kur më pysin nga cili vendje, jam nga Kosova, jam nga Prishtina, jam Prishtinalike, po edhe njësen tjetër. Shpesh mendoj që une këtë Kosovën edhe këtë Prishtinën e du shumë a shumë si shumë njerës që une një. Se nuk është pojenta na gjdo dit me këqyr gjërat që nuk janë në regull, po hajde folim për gjërat mira. Hajde këtehemi e japin kontributo që jemi, e bojmë maks që ka mundemi me bo. Pse tjetër fate kam kudo që shkoj, une apet njihna sikur në shtëpi. Dhe kur isha thmin që tash janë rrit, janë bo edhe gjyshe, po kur isha thmin të vegjël, ja dhe ta shkoj... Po gjyshe, po. O, qarë gjyshe? Gjyshja ma e mirë. Urime. Faleminderit. Po du me të kalzu, kudo që shkoj kam njerës të mirë. Kjo është pasuria e jetës. Fëmija kur ishin pak ma të vegjël, shkojshin gara, ose shkojshin me shkollë dikun, unë kur s'ka mendu. A ishin në Macedoni, a ishin në Bosnë, a ishin në Kroacia, kudo që ishin, unë e kam pas shoqni. Edhe mendoj që na të gjithë po kam pak më ndryshe me mentu. Unë e di që gjdo një shikus, cili është qitash bashkë me neve, ka dikën që nuk jeton në këtë Kosovë. Edhe kur nisen edhe puna e shoqatës tonë, në bashkëpunojmë, 20 vjetë punojmë, me krejt komunitetit Kosovës, me asë një njerës kemi pas probleme. Pe 2018 punojmë me tjetër shoqatë cilin kemi kriju në Kosovë, shoqatën regionale, Balkan Women Association, dhe punojmë me komplet regionin pa problem. Kam pas rast me mftu nga Department of State, ku kam qenë në International Women Leadership Program, me 22 gratë nga krejt kontinente, nga krejt bota.
edhe me krejt që to jam e të shoqe, po du me tonë të gjithë jemi njëjtë, veç, a dojmë me potencu që to që kemi të ndryshme, apo dojmë me potencu që to që kemi të ngjajshme njerëzore. Kjo është pyetja. Dhe në fakt njerëzit zgjedhin të jenë të mirë, pra është çështje zgjedhjesh mendoj unë, secili nga ne zgjedhim a duam të jemi të mirë, apo duam të marrim një rrugë tjetër e cila edhe nëse e dim që s'na përfundon mirë, po hajde, ku e di në mendje se çka u thot. Nëse flasim për Ladyn si organizat, unë në fillim, nëse pati mundësi të më dëgjosh te dera, thash që Sania ka qenë gjithmonë telefonata e parë për çdo grua që ka pas nevojë për ndihmë. Nga të ka buru kjo fillimisht si iniciativë apo si kauz që të jesh për gratë, edhe si i ke gjetë gratë në Kosovë kur ke ardhur në vitet e para? Okej, ka fillu spontan, ka fillu prej kur kam qenë unë e vogël, na jemi 3 motrat, s'kam pas vllaznin. Nona u kon ajo që gjithmonë ka thonë, po ti mundesh, që ka lidhe aje djala qik, ti mundesh. Edhe masën dhe ndërkohë ti e sheh me vite që e vërtet kemi pak ma problematik si me kon djalë me mri do sene, pak ma shumë jemi në ndlup, pak kur jam të folë diferencën mes burat ose qikat edhe djemt ose gratë edhe burat, edhe diqysh jam fillu pej nashtë pej shkollës filore, kur kam qenë prezidentja e klasës, masandej shkollës, gjithmonë u konë një farë luftë mrenda meje, po, nona ka thonë, unë e muj me kone një, pse mos me konë unë një. E lindur me qenë lidera. Jo, masandej ka fillu. Kur jam marrë në Kosovë, kur isha të mendu, janë konë sfidat krejt tjera. Okej, se një njerës, se një gjuhë, se një... Okej, po apet mundesh me vazhdu. Edhe isha të mendu në qëfar mënyre, se Blerona në atë kohë, për mu konë shumë problem me vendos qysh me fillu, edhe me gjetë rrugën temë. U konë problemi që u duft me kërsit, non-stop jam të potencu qatë fjallën dera, në shumë duart edhe me shumë pyetjes që se kam ditë as kush mundet me më përgjigj. Ku me regjistru të mi, ku me regjistru shoqatën, ku me regullu dokumenta, qysh me i regullu... Gjithë qka e huaj e re. Sa shumë kam pas nevoj për këshilla, une nuk di qysh me të spjegu, edhe isha të mendu, o, zot sa gratë kanë problemet të ngjajshme si une. Edhe kjo u konë qaj momenti, kur kam thonë, okej, nëse s'ka pas një derë për Sanin atë kohë, une po du me kriju një derë, ku cila do gru, qëfar do që problem ka, mundet marrë dhe me kërsit. E që tash po du me të spjegu pak, se edhe shikus nuk din, na meremi me fuqizim ekonomik, Lady. Është pia e vetme këshilluse për gratë në Kosovë. Po, qëpesh thojnë e qysh atëherë për krejt pyetje mujnë me ardhë. Në mënyrë që kemi dikon 150, nuk e di e saktë që tash, vullnetarë, cilat kemi kriju, krej qito vite, që janë konë pjesmar aktiviteteve tona, pjesmar se zakonisht, po kemi edhe burat, nuk kemi kunder burave, kuptohemi me njëherë. Edhe, kemi avokate, kemi profesorishët, kemi arhitekte, kemi psikologe, kemi x profesione. Nëse një gru vjen me një problem individual, na direkt i japim adresës një vullnetare edhe ajo punon me këto. Në këtë mënyrë edhe kemi mujt me ja u dalë. Se për ndryshe, Lady meret me këshilla, trajnime, orientime, ndërmjetësime, punësime. Qëllimi jonë definitivisht është fuqizim ekonomik. Sigurisht, për gjatë viteve ka pasur halet të ndryshme që janë adresu në Lady. Në base, si që përthua dhe ti, jo konkretisht për ta gjetë rrugën e punës ose të zhvillimit të një biznesi apo një ideje në biznes, po nga halet më të ndryshme që gratë kanë konsideru që po shkojnë në Lady se më bëhet qarja, që themi ne.
Cili është një nga hallet më prekse që ke dëgju edhe që sa herë kujton edhe ndihesh krenare për Ladyn dhe për veten, por që t'ka godit fort edhe ndoshta edhe ke pyet veten edhe kjo ndodh edhe kështu paska? Ka pas shumë gjërat individual. Gratë vinë, ka njëherë thom, o Zot, gjdo herë mendoj e kam një që to ma i keqi që ka mujt njët me një, po gjdo herë ndodh edhe diçka ma eron, edhe ma eron. Po mendoj, edhe vetë jam të mendu a egziston kufini. Si qësh nuk egziston kufini, sa të mira mundemi me bo, që ke përmend pak për para, beson për fat keq nuk egziston edhe kufini për gjërat këqia që i kam një. Ka pas një rast shumë të veçant, i shkon një gru e re, cilën shumë e du, cila kur ka ardhë dhe ka pru një shoqe vetë. Edhe na kemi fillu trajnimin, veç ka nis me kajt, edhe kur jam afru, me i pyt, a mundemi diçka me ndihmu, ose diçka, jo, mu m'ska kush qka me ndihmu, jeta ime u krye, okej, edhe kemi marrë normal, jemi shku në zyre, ne i kanë vazhdu aktivitete, të fol gradualisht. Ajo ka pas situatën të merit, edhe vend parë që s'ka mujt mo me përbi, ka pas fëmin smut, shumë smut. Vend dytë materialisht u konë që s'ka pas, bukvalisht ka mendu, a mundet, as mundet, a qka ka me hangër nesër, familje e saj. U konë një moment kur a e dini, kur kaloni edhe ju në përsvidat, edhe kur ju kthehet, kur mendoni kjo mundet me konë qika jeme, ose ka mujt me konë ona jeme, ose unë, edhe sot, nuk po du me ju kalzu, qka kemi bo, qysh kemi punu, po kemi punu shumë, një ekip e Ladyt. Mas një kohë që nuk u konë shumë e gjatë, ajo ka ardhë në Lady, edhe ka thonë, Sani, e ka po du me bo diqka, i kam thonë, okej, qka po donë me bo? E kjo unë e kam përfitu pare, jo që e ka përfitu pare, që kemi mësu një zanat, kemi mundësu nesër pajisje, kemi siguru, ka punësu edhe qika tjera që janë punëshnosh, ka punësu edhe familjen e vetë punatët, kanë punësu, sot punojnë shumë mirë, zotë shëqër. Po, që atës pari herë kur ka ardhë, ka thonë, une, majnë kër e kam blet mi të mi, të isha 3, po, e kam fitu kaq, edhe këto pare, po du me dërgu një tjetër zonë, që gjithashtë më nisit. Po, cila nuk është sot në gjendje me ble për të mitë vetë. është një ndër raste që kemi pas, edhe kjo është blerona këto që ke folti për mrenda neve, gjithmonë jeton edhe një person shumë i mirë, edhe një person i keq. Pyetja është cilin ushqehemi na. Pyetja është me cilin punojmë. Se me bo keq, është shumë letë me bo keq. Me bo të mirë, duhesh pak me u munu. Edhe njerës zakonisht shkojnë ka që ajo pjesa cilë është ma e lehtë. E zedhen rrugën më të lehtë, e vërtet. 20 vjetë boni Lady, a? 21. 21? Po, 20 kemi festu. Jo. 20 keni festu? Si jemi konë registru. Okej, keni marrë prej registrimit, dakor. Po, me stash kemi 21. E she vetën akoma, sigurisht energjia ekziston dhe duket, po e she lidhesh me diçka që e ke ndërtuar vetë, sidomos për kaq shumë vite, e mendon ai ditën ku do ta delegosh Ladyn, si me thonë, do të marrësh pak kohë për veten, atë që e folëm në fillim, që je gjithmonë 100% me punën, dhe mbase do t'ja besosh dikujt udhëheqjen e Ladyt? Kështu, unë e kam nonën, cila është 76. 76. Ende është shumë aktive, s'nalet kur, edhe shpesh për më thëjnë a ke motëra nonën. Jo, po bëj hajgare. Po du me të kalëzu, mendoj që njeri mundet me punu shumë gjatë. Por, puna e besimit,
gjithmonë kam pas, edhe sot e kam qikat, me cilat, unë e qikat i tham, me cilat bashkëpunoj, edhe e di që janë gjendje me përfundu një punë pa me mendu sa një a dy herë a përfundohet mira keq. Për shkak se, Blerona, kur punon ti me kaq shumë njerëz, atëherë edhe ke do senzorat shumë të veçantë, mas ndërtohen ata vetë, me ditë kujna mundesh edhe kujna s'mundesh me pesu. Kush është në gjendje me seriozisht me kry qatë punë, kush punon me shpirt, se te na është një kusht. Mundet me ardhë nëse dikush ka talent për punë, pa kur farë probleme pranojnë, por definitivisht duhet me ko njëri mirë. Se në ladies mundet me punu gjithë kush. Duhesh me dit momente dhe kur ti si e mirë, nëse dikush vjen të dera, ajo gru nashta karë nga një fshat, nashta nesër s'ka mundësi tjetër, ose ku me dit kur mundet me ardha pet, duhesh me konë këtu për ata. Edhe sot, edhe gjithmonë, jam të qitë në pjadestal stafin tem, pse Lady nuk është një person, me vite kemi kalu shumë persona bashkë, me vite, vetëm një punë për bashkë. Është një sukses grupor, kolektiv, jo asë një herë individual. Më përmende që pjesa e rritjes e fëmijëve, 3 fëmijë, vetëm dhe këtu, çdo gjë nga fillimi, nuk ka qenë periudhe lehtë. Çka të ka mësuar ajo periudhë, ose çka të ka mësuar roli i të qenurit nën e 3 fëmijëve? Sa ka ndryshuar Sania prej ditës kur je bonan për herë të parë? Une nuk kam qenë nona e lehtë, hiq. Ajo? Ja. Edhe nuk jam as bashkëpunëtorja e lehtë, veç ka dish. Ja. Për shkak se gjithmonë kam qenë fokusume për të mitem ku mujnë edhe qka mujnë me mëri. Ka pas raste, se në konë vegjël jo raste, por asë një natë s'kan flejt pa me ledzu një pralla diqka, por qëllimi jem konë se jetës s'dihet, Blerona. Na nuk di ma jemi nesër as jemi. Qëllimi jem si prindrit, se kam qenë edhe nona edhe baba, kam dasht me fuqizut mitemi. Kam dasht me i pregadit edhe me i bo hasdër edhe në mund nesër nëse mdodh diqka, ata me mujt me vazhdu jetë. Kjo u konë qëllimi. Ja ke arrit? Ja, po, definitivt. Po, ku si arritu unë? Kur te nis një punë, arrihet gjithësi. Po, edhe në punë me stafin, kur vjen dikush 3, në fillim thot, mas kur kalon koha, thojnë, Sanin, në fillim kam dasht, se di qa me bo, qa me... Po ka që mund... Thash, po zemër, po, e jeme u konë, jo me tonë bravo, shpirti jem bravo, po me tonë ti mundesh. Ka pas raste, që një qika fjalla vjen, ka pas shumë 3 medalj para publikun, 3 me ledzu diqka. E që kam bëj, kam gjujt në uj. Ajo s'ka dit, veç një dit, kemi pas një trejnim, e kam thonë që tash, që ky person ka me ju ledzu diqka. Nuk mundesh njët, as me dit qka mundesh, ku mundesh me mri pa me provu. Në vërtet. Edhe që shumë kanë gju mu, profesorat e mi në i kështu puf, ajo u konë për mu një shkolla shumë e madhe. Sot, ajo është në gjendje me dal, nuk e di ku, me të dhëhiq një parlament, po, e kjo është. Se nuk din ku fine, nuk din pa me i svidu. E vërtet, duhet provuar një herë, edhe nëse ndodhen gabimet, le të mësojmë prej tyre. Të mos na dekurajojnë që të mos ta shkelim më një skenë, apo fusha të ndryshme. Sa dallon Sania në mënyrën si non, kur tha që si edhe none e letë, në kuptimin që ke dashtë shumë që ti jesh ajo nana strikte, që edhe në një moment nëse fëmijëve u duket se sikur po imponohet diçka, ose po je më tepër se ç'duhet me rregulla dhe me vendosjen e kufive, dallon në mënyrën e ke pas këtë që si ta këshilloj djalin dhe si ta këshilloj vajzën. Kanë qenë të ndryshme si këshilla, i ke bo diferencimin duke përgatit për jetë, pra si e ke pas qasjen? Ndigjo, unë e 3 e kam, 3 janë të ndryshëm. Si persona, si profilat, si me emocione, janë shumë të ndryshëm. Edhe qpesh prindrit thojnë që une isha vetë, i kam eduku 3 njët, edhe sot janë të ndryshëm. Dhe me thonë,
duhesh me pas qatë eksperiencë, me kuptu qpesh, pëse dhe të na vinë qpesh gratojnë, ose livdojnë të minë shumë do raste, ose ankohen për të minë vetë në do raste. Është problem që na mendojmë që është qito që kemi bo që kam bo me sanin që është okej. Zdo me thonë që është e njëjtë okejnë për të mitemi. Edhe genetikisht, kur kthehesh, fëmiu zdo me thonë që ka me më përngja mu, apo babës vetë, apo ka edhe dy gjyshrit, shkon tojnë derin 7 gujt, te nona, te baba, kujna mundet me përngjadi. A jam siel njët, jo. I kam dasht njët këto definitivisht, po sielje jo. Pse njët mi prej të mitë mi ka pas shumë nevojnë për përqafime, tjetër të mi jo. U konë unike, unë e mu i gjithë, varet krejt pej personit. Do me thonë, nuk mendoj që egziston një recet. Unë e qpesh thamë, na si prindrit, si une, si prindrit tjerë, jemi munu aq sa kemi dit, aq sa kemi mujt, aq sa kemi mendu. I kemi jetë maksimum sa kemi mujt. Po ajo s'do me thonë që jemi konë ekstra prindrit. Nuk ka perfekte, por gjithmonë ajo që dëshirohet prej prindit për fëmijën është më e mira e mundshme, dhe kjo nuk do diskutim, nuk e vë në dyshim asnjëherë. Duket më përmendesh Karazi më herët edhe sfidat shëndetësore që ke pasur. Kanë qenë të rënda, i ke te kaluar letë? Mas që i kam lindë qikën e dytë, se qikën e kam lindë në kushtet të mërë të merit, atëherë kemi jetu në Bosne, jemi shku në Kroaci, mas lufte, edhe qatë natë kemi lindë 40 gradë, ajo u konë ma shumë mishtore, si që u konë sala e lindjes, edhe kur jam shku së pari herë, në kontrol, mas 1 muja, 2 muj, mas që i kam lindë fëmijën e dytë, më kanë thonë që kam kancerin. HPV u konë katastrofë, edhe kanë thonë jo, përserisim analiza, të bojmë përserisim. Mas andeja ajo gjendja, u konë gjithmonë ma keq, edhe jam mundu me bo që ka mujtë me bo me gjërat natural. Me që kam ka tregu dikush, unë kam bo. Sot, ja ku jam, atëherë më kanë thonë që s'kam me jetu ku me ditë 2-3 vjetë, a 5. Ajo u konë 2096, do me thonë atëherë kam linë fëmijën e dytë, edhe ja ku jam. Mrekulli. Po, edhe sot vinë shumë qpesh gratë të në lejtë. Problemi është, une, ndigjoni, Bleron, une të tregova që une shumë besoj në Zotë. Edhe besoj që momente, kur kemi me lindë, kush është prindri jonë, ku kemi me jetu, këto gjërat elementare që definitivisht janë e shkrume. Jam të folë për mendimin temë. Mendoj gjithashtu që aq sa e bojmë një jetë, që jetë është bumerang. Që aq sa e bojmë një jetë të mira, besoj që ata kthehen të ti. Po, besoj edhe një sen tjetër, që fati paguhet avans. Që qpesh tojnë sani pas ajo së më ka bo mirë, pse unë e dikujna me bo, sepse me mendune për dikën, kërkur së mendonë për muës. Bonu ti për shpirtin tonë. Bonu ti për shpirtin tonë. Fati paguhet avans, këtë kisha dëgju asnjëherë. Ajo kthehet. Shumë e bukur. Që ke një problem një jetë, që i problem është sfida. është sfid. Une nuk isha konë kjo sania, sot, nëse nuk isha kalu në përkrej qëto sfida. Më ka pregadit Zoti dherin sot me mujt dikujna me dihmu. Po qësh kisha mujt une me kuptu që ta gratë, nëse une nuk kisha. Qësh kisha mujt une me ndi dhimbjen e dikujnë. Më më qpeshtojnë sani qësh mundesh me mri në krej qëto aktivitet. Për qëto po të kalzoj që një farë mënyre jeta ime u bo puna jem. Real ose hiq nuk egziston aktiviteti që une nuk jam prezent. A doj me punu me njerës, a doj me dihmu njerësve. Atëherë une këto s'moj me bo nga zyra.
pa me njoftë që ta njerës, pa me njoftë që pa me u profilizu që ta njerës, që i nevojitet, ku e kanë pikat të forta, ku i kanë pikat dobta, për çka janë ata, mundemi me i punsu, qka s'mundemi me bo, po duhesh me njoftë që ta njerës. 20 e kusur vite, kemi punua dhe halakat krejt Kosovën, gratë, edhe kemi një databazë për qëto një person, cili ka hitë në Unlady, me qka meret, cilat përparsi ka, cilat mëngësi ka, ku mundet me u punsu, cilat sfida ka kalu. Dhe kjo nuk bëhet letë, nuk bëhet duke nuk bëhet nëse punon ti prej 8 deri në 4, ose 5, kjo është impossible. E vërtet, është punë që po e deshe duhet me bo o 100%, se për ndryshe rezultati, po edhe nuk ishtë qenë Lady me 20 vite për ta shënu për vjetorin. Po e theksoj. E vërtet është. Tani, se jam në fund, kush është gruaja ikonike shqiptare për ty? Ikonike shqiptare. Që me donë se është një? Okej. Si do që këtehesh, Terezë? Si do që këtehesh? Pse mendoj pëse gjdo njoni prej neve mundet me konë, një nuna Terezë e vogël. Ska lidhe që që kemi emrin, as cilës fejës të takojmë, as që shquhemi, as mundemi me bo shumë a shumë. Nëse gjdo njoni prej neve, veç kishe mendu për të mirë, kjo bota sot nuk ishe do këqështu. Mundemi me ndryshu shumë sanë. Faleminderit shumë që merë dhe sot, ke shumë knaqësi me të pasu në studio edhe me të taku personalisht. Faleminderit në emër të gjitha atyre grave që kanë kaluar ndër vite në Lady, që u keni hap derën dhe jo vetëm, por sot i keni ndihmu që ato të ndërtojnë ato perandërit e tyre se cila në fushën e vetë dhe se cila si pas ëndrave të veta. Shumë faleminderit për ftesën, edhe shumë punë, shumë suksese, edhe të gjithat mire në ta. Faleminderit shumë. Miq, tani është, si do të premte, është koha që me plot vëmendje gjithë sy e vesh të shohim ofertën javore në Viva Fresh Store.